Dita 28 dhjetor, 29 dhe 30 janë ditët që duhet të qëndrosh në qetësi, ta gjesh me veten tënde dhe të rish dhe të shkruash sot data 28, çfarë ti ke lejuar deri tani dhe nuk ke jetuar. Çfarë ke dhënë ti tek të tjerët dhe nuk ke marrë mbrapsh. Pse e bënje këtë ti, çfarë gjë prisni të merrni nga ata. Dhe po të jap një shembull, unë për veten time jep një shumë dhe merr një pak. Dhe jeta më sillte njerëz që nuk më vlerësonin, nuk më shikonin dhe nuk më plotësoheshin nevojat e mia, akoma që nga prindrit e mi, sepse unë kisha bërë një betim dhe ishte frika që dashuria është baras me rrezik. Dhe kjo premtim, ky betim që kisha bërë në një jetë tjetër, kishte ardhur në këtë jetë dhe sillte njerëz që kishin bërë kontrata shpirti, që më silleshin në këtë mënyrë, që unë jep një shumë për të marrë thërrime. Dhe nga ana tjetër, pasaj mërzitesha pse më ndodhin këto. Sot është një ditë që unë, sa po kam mbaruar këto ushtrimet, kam liruar të gjitha këto premtime, betime, programe të ndryshme, kam mbyllur kontrata me njerëz që janë sjellë në këtë mënyrë sepse unë i lejoja. Në qoftë se dëshiron të mësosh çfarë pikërisht dhe si ta shkruash, më shkruaj në privat. Por sot thjesht jam këtu të them që këto 3 ditë, data 28 dhjetor, 29 dhe 30 janë ditë të qëndrosh në eshtje, mos marrësh vendime, por të shikosh çfarë je gati të lirosh, cilat role luanje deri tani në jetën tënde dhe pse i bënje këto. Shkruaj sot të gjitha këto rolet që ke luajtur, çfarë ke dhënë dhe çfarë prisni të merrni dhe nuk e ke marrë, dhe çfarë fshihet, dhe liro çdo premtim, çdo betim që ke bërë në këtë jetë dhe në jetën e mëparshme dhe mbyll kontratat e jetëve të mëparshme dhe këtu që ke bërë me këta shpirtra, që të bëhet ndryshimi i menjëhershëm, që të hysh në vitin 2026 me një energji të re. Unë ndaj gjithmonë çfarëdo që bëj me veten time dhe ndryshimet që bëhen. Ju mund të bëni çfarë të doni. Prisni ditën e nesme, datën 29, çfarë duhet të bëjmë dhe në datën 30 çfarë duhet të bëjmë në datën 30. Ju falenderoj dhe uroj punë të mbarë dhe kushtojeni rëndësi vetes tuaj, sepse vetëm kur ju do ktheheni tek vetja juaj, atje do gjini çdo gjë që të ka munguar deri tani. Dhe shiko pse e bënje çdo veprim. Dhe mbi të gjitha, për të gjithë ju që jeni gati, jam këtu për gjithë çka që ju shqetëson dhe të gjejmë së bashku premtimet, kontratat, vendimet që keni marrë, t'i lirojmë. Ka mënyra me terapi dhe seancë private, dhe gjithashtu mund të mësoni ndërmjetartës të shpirtit, me kodet e dritës, vetëm me ditën e ditëlindjes, kontratën që ke bërë si shpirt, pse ke ardhur këtu në tokë, karmën, misionin, dhe mbi ato të ndërtojmë terapitë që janë të përshtatshme vetëm për ty. Për çdo gjë ka zgjidhje, por zgjidhja e parë je ti. Ti të vendosësh çfarë do bësh, ose do t'i marrësh këtë borxhe, këtë valizën që solle nga jetë e tjera këtu dhe do ta marrësh përsëri kur ti ikesh si shpirt dhe do vish përsëri, derisa ta bësh atë mësim. Gjithçka është në dorën tënde. Unë them thjesht që ka zgjidhje dhe mund ta gjesh dhe për çdo vit pse ke ardhur, çfarë do bësh në çdo vit të jetës tënde, ku duhet të kushtosh rëndësi dhe ku do kesh kujdes.
të uroj gjithë të mirat dhe dashuri dhe gëzim në jetë.